Smundja e diabetit është një smundje kronike, mjaft e përhapur, e cila karakterizohet me rritje të sheqerit në gjak. Kjo rritje e sheqerit në gjak provokon komplikime kronike, të cilat ne kemi pas mundësinë t'i grumbullojmë dhe t'ju ofrojmë sot edhe me pamje vizuele. Pse po rritet diabeti në botë, jo vetëm për shkak të plakjes së popullatës, por edhe për shkak të shtimit të obezitetit, që është një prej smundjeve kronike, të cilat e rrezikon mas shumti pacientin që ta fitojë smundjen e sheqerit më shpejt se sa që duhet. Obeziteti në botë është duke u rritur fal në thojsa ushqimit të pashëndetshëm, jetës sedentare, stresit në punë e shumë faktorëve të tjerë, duke përfshirë edhe trashëgimin. Ne në klinikën tonë funksionojmë në 2 reparte. Është reparti i diabetologjisë dhe i endokrinologjisë me smundje metabolike. Sa i përket trajtimit të smundjes së sheqerit, ofrojmë njësinë gjysmë intensive, ku i trajtojmë rastet më të rënda me ketoacidoza diabetike dhe koma hiperosmolare, po ashtu edhe me hipoglikemi. Ofrojmë shërbimin për këmbë diabetike, ato të cilat për çdo ditë mund t'i shohim edhe tek njerëzit e afërt juajt familjar me ulçera diabetike, domethënë rastet deri në gradën e 2-3 këtu, pastaj referohen edhe në klinikën vaskulare, ku ata e vendosin për amputime ose trajtime të mëtejme. Deri më tani ne funksionojmë vetëm me donacione sa i përket pompave insulinike. Sigurisht që kërkesat tona, të cilat do t'i përmendim edhe tek rekomandimet, janë që të pajisemi nga Ministria e Shëndetësisë me pompa insulinike, me senzor, me këtë formë të trajtimit moderne për pacientët tonë. Diku 11% të popullatës mbar botërore ka diabet, ndërsa në Kosovë diku 7.9%, bazë të punimeve të cilat janë bërë në Institutin e Shëndetit Publik, ndërsa si prediabet ka diku 6.1%. Në mbarë botën, çdo i 9 individ ka këtë smundje. Dhe në total është diku 589 milion mbarë botën. Në Kosovë, në bazë të statistikës 7.9% dhe popullatës 1.600.000, i bie diku 126.400 pacient kanë smundjen e diabetit, 90% prej tyre janë me diabet tip 2, diku 15.000 pacient i kemi brenda vitit. Kjo është edhe arsyeja që kemi dashur të njoftuar edhe me pa që punohet, është punë shumë e madhe nga mjekët tanë dhe infermierët. I kemi 32 shtretër në klinikë, kapaciteti i shfrytëzimit të tyre varion gjatë vitit. Kemi numrin shumë të vogël të vdekjeve, pavarësisht komplikimeve shumë të mëdha, ndërsa ajo që është shqetësuese është rritja e numrit të madh të smundjeve kardiovaskulare nga si pasojë e smundjes së diabetit me 60%. Mosha që mas shumti vinë me smundje kronike dhe numri më i madh është prej periudhës diku 15-16 vjet me smundje diabetit, atëherë veç kur fillojnë komplikimet të shfaqe. Edhe këtu e keni gjininë e shpërndarë, gjithashtu më pas e keni edhe moshën të cilën e përmenda, është numër shumë i madh i pacientëve me komplikime afër 65%, dhe ajo që ka vlen të ceket se këto komplikime vinë për shkak të tremujoshit apo kontrollit jo të mirë të sheqerit, ata të cilët i shtrojmë këtu, që ata 800-900 vetë. Pjesa tjetër që kemi trajtim ambulantor, që japim trajtim ambulantor, aty sillet tremujorshi, domethënë cilësia trajtimit në 7-8% të HbA1c-s. Kjo është rezultati i punës tonë në ambulantat specialistike dhe mund të themi se po vije duke ulur numri të hospitalizuarave, ku klinika jonë në këtë rast po krahasohet me klinikat e rajonit ku kemi qenë qoftë për specializim ose për bashkëpunim, ku numri të hospitalizuarave shkon duke u zvogëluar, shtrohen vetëm ato rastet shumë të rënda, dhe ku është ai fat që ne përfundojmë një numër më të vogël të hospitalizuarve dhe të arrisim shërbimin tonë sa më shumë në ambulanta. Këtu jemi trajnu për pompa insulinike, kur unë sot muj më ju tregu për pranimin edhe një donacioni për një vetë për material shpenzues për pompa insulinike nga AMC, sa po më njoftoi kolegja nga pediatria, se të njëjtën ditë janë nda edhe për 2 pacient për një vetë material shpenzues. Gjithashtu një donacion sot na ka ardhur për glukometër, kemi listë pritjes, nuk kemi.
Edhe shërbimi në ambulantat specialistike është shumë korrekt, kur asnjëherë nuk pret ose nuk ka ankesa. Unë them nga njerë jemi shumë, por prap mjaftueshëm. Jemi 18 endokrinologë dhe i mbulojmë të gjitha kërkesat. Endokrinologët më të mirë janë në qendrën klinike universitare. Ka fillu me ra numri atyre që shablon shkojnë jashtë vendit ose kërkojnë ndihmë, nuk kanë nevojë. Kjo është një thirrje e përbashkët e jona, edhe një prej arsyeve që ju jeni këtu, për të gjitha shërbimet për diabet, do më thonë ne jemi të gatshëm, edhe në kuadër të ofrimit të cilësisë së shërbimeve, të mjeteve të gjitha. Pacientët nuk ka nevojë për shërbime jashtë vendit. Sa i përket bile asnjë mos më kujtohet që të sot kemi dhënë ndonjë referim për mjekim jashtë vendit. Sa i përket diabetologjisë. Unë thuje se çdo vit jam e shtrime këtu në endokrin, por nuk kom pas vrejtje ndonjëherë. Kena pas mungesë të insulinave, aty nuk ka qenë faji klinikës, ka qenë faji ministrisë që si kanë furnizu edhe neve pacient, edhe klinikën. Klinika, unë e thash si ma parë, luftojnë me ata që ka kanë, që ka afron ministria. Duhet pak ma shumë kujdes me pas ministria, për jo veç për endokrin, për gjitha spitale, po sidomos për neve që jemi me smundje kronike. Unë si mosh shumë të re, nuk e kom di çka është diabeti, se s'kom pas rast më taku me njeri me diabet, po kam fillu etje, lodhje, mungesë, fuqijës, edhe ju më drejtu. Te mjeku më ka pru në endokrin, pastaj këtu njerë kom fillu me tableta, pastaj kam qitën insulina, po unë bëj thirrje çdo njeri, pa marrë parasysh mosha çfarë është, që të kenë kujdes nëse një simptom diabeti, mu lajmëron klinik ose te doktori, pa marrë parasysh është ambulanta, jo në doktorat, edhe mu trajtu me kohë. Se unë me siguri kom pasën edhe ma herët diabetin, por nuk e kom vrejt, kam qenë shumë mbi peshë, me ndihmën e doktoreshës Merit, që ma ka ofru një dietë, unë e kom hup peshën, se kam qenë për 130 kg, ajo më ka ndihmu shumë që ajo dieta, shtu që i falenderoj gjithve. Jo më falenderu se nga shpirti.